Policia e Kosovës ka kërkuar ndihmën e qytetarëve në identifikimin e 2 personave të dyshuar për vjedhje në rrugën Tahir Sinani në Shtim. Sipas organeve të rendit, rasti në fjalë ka ndodhur më 4 korrik në qendrën tregtare në komunën e Shtimës. Kërkesa për bashkëpunim me qytetarët, deri më tani të dyshuarit nuk janë identifikuar, prandaj Policia Rajonale e Ferizajt kërkon ndihmën e qytetarëve që kushdo që ka informacione rreth identitetit apo vendodhjes së tyre të njoftojë stacionin më të afërt të policisë përmes aplikacionit digjital Lajmëro Policinë ose në numrat kujdestare. Deputeti nga radhët e lëvizjes vetëvendosje Nezir Kraki thotë se vëllai i deputetit të LDK-s, Avdullah Hoti, nga Rahoveci, ka qenë votues në Junik. Përmes një shkrimi në Facebook, Kraki ka shkruar se në mesin e 300 dhe më shumë personave që u shtuan si votues në Junik, që të ndihmojnë kryetarin aktual me vota është edhe Tafil Hoti, vëllai i Avdullah Hotit. Tutja i raporton se në bazë të disa të dhënave, Tafil Hoti jeton në shtëpinë e një familje jumikase. Në mesin e 300 dhe kusur personave që u shtuan si votues në Junik për të ndihmuar kryetarin aktual me vota gjendet edhe Tafil Hoti, vëllai i Avdullah Hotit, ish kryeministër dhe tash deputet i LDK-s, domethënë nga Rahoveci në Junik. Dhe a e dini çka? Sipas të dhënave del se Tafil Hoti jeton në shtëpinë e një familje jumikase, domethënë vëllai i Avdullah Hotit e ka lëshuar Rahovecin dhe tash bashkëton me një familje në Junik. A e kuptoni sa e sofistikuar ka qenë skema e mashtrimit me të dhënat personale për të ndikuar në vullnetin e votuesve? I bëj thirrje zotit Avdullah Hotit të na sqarojë pse e ka lënë vëllain pa hise dhe e ka detyruar të vijë te një familje në Junik për strehim. Junikasit duhet ta dinë që vullneti i tyre është deformuar nga votues fiktiv që asnjë lidhje me Junikun nuk e kanë. Organet e rendit dhe hetuesia duhet të marrin seriozisht këtë skemë kriminale e cila ka gjasa të përsëritet edhe në zgjedhje të tjera, shkruan Kraki.